Ka nisur asfaltimi i rrugës Don Bosco si hapi përmbyllës si një ndërhyrje tërësore infrastrukturore që i ka dhënë zgjidhje problematikave shumë vjeçare të zonës. Më herët janë realizuar punimet për ndërtimin e rrjeteve ujëre të bardha dhe të zeza, sistemimin e trotuareve dhe vendosjen e drejtësimit publik, duke krijuar bazën nevojshme për fazën finale të investimit, shtrimin e asfaltit. Për të ndjekur nga afër nisjen e kësaj faze përfundimtare, në terren ishte i pranishëm kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili u njoh me çurinë e punimeve dhe detajet teknike të ndërhyrjes. Ndërhyrja synon përmirësimin e ndjeshëm të kushtet e jetesës, rritjen e sigurisë dhe funksionalitetit për banorët e zonës, si edhe lehtësimin e qarkullimit për këmbësorët dhe automjetet.